Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vetëm 3 gjete të kësaj bime I japin lam të mirë çdo sëmundje, ja si ta përdorni. Hithrat kanë veti antialergjike dhe qetësojnë dhimbjet e kyçeve, vitamina dhe mineralet. Hithrat janë një burim I mirë proteinash, ndërkohë që ato përmbajnë sasi të konsiderueshme të vitaminave A, B dhe C, si edhe kalcium, magnez, kalium dhe gjithashtu zink. Artriti. Ndërsheku I hithrat janë përdorur për artritin, kur ai vendoset në gishta dhe në zona të tjera të prekura nga artriti, ato munden të qetësojnë dhimbjet deri në 85%. Hithrat përmbajnë neurotransmetuesit serotonin dhe histamin, të cilat janë përgjegjëse për efektet e tyre qetësuese. Gjithashtu munden të përdoren edhe në rezultate për dhimbje të tjera si muskulore. Alergjit. Jeni të lodhur nga alergjit sezonale, studimet kanë treguar se hithrat munden të ndihmojnë përbërësit antiinflamator dhe flavonoide, të cilat gjenden te hithrat ulin nivelin e histaminës së prodhuar në reaksionet alergjike, me pasojë uljen e të shtimave dhe gjithashtu simptomave të tjera. Detoksifikim. Duke qenë me veti diuretike, hithrat e përgatitura në formën e çajit ose të gatuara munden gjithashtu të ndihmojnë në shkarkimin e ujrave të tepërta. Në këtë mënyrë veshkat e kanë më të lehtë punën e tyre të largimit të mbetjeve toksike. Gatimi e eliminon efektin djegës të hithrave. Përdoreni ato në byrek, në supa apo pjata të tjera. Gjithashtu hithra është e njohur edhe si urtja dionika në latinisht dhe ka një trashëgimi të pasur bimore. Hithra ka qenë përdorur si një diuretik në kohët mesjetare në Europë. Hithra ka qenë gjithashtu një ndër produktet e cila mund të përgatitej në mënyra nga më të ndryshmet. Një filxhan çaj hithre ose ujë hithre përmban vitamina A, B, K, riboflavin, nicalin dhe folate. Karbohidrate, yndyrë dhe proteina. Ai është gjithashtu I pasur me minerale si kalcium, hekur, kalium, fosfor, mangan, zink, bakër dhe magnez. Ju mund ta përgatisni lëngun e hithrës duke valuar disa gjethe hitre në ujë. Mundet t'i shtoni edhe një lugë mjaltë për ta ëmbëlsuar. Ja disa nga vetitë ushqyese dhe medicinale të hithrës. Parandalon formimin e gurëve në veshka dhe problemet e traktit urinar. Lëngu I hithrës është një diuretik natyror I cili lejon rrjedhjen e duhur të lëngjeve nga veshka dhe fshikza, duke parandaluar kështu formimin e gurëve në veshka. Ai mundet që të trajtojë një sër infeksionesh të traktit urinar, duke edhe I parandaluar kështu formimin e gurëve në veshka. Lehtëson dhimbjen e gjymtyrëve dhe muskujve. Hithra ka qenë përdorur që në kohët e lashta për trajtimin e artritit. Ai ka veti antiinflamatore dhe gjithashtu redukton dhimbjet e muskujve gjithashtu. Kuron ekzemën dhe sëmundjet e tjera të lëkurës për shkak të vetive antibakteriale që ka. Atëherë, lëngu I hithrës mundet që të lehtësojë eliminimin e toksinave nga trupi dhe kuron irritimet të lëkurës. Parandalon dhe shëron gjithashtu alergjit. Lëngu I hithrës mund të lehtësojë alergjitë të cilat ndodhin për shkak të ndryshimeve sezonale si kruarjet, rinititin dhe të shtimën. Është një tonik mjaft I mirë për femrat. Lëngu I hithrës është gjithashtu I pasur me hekur dhe ndihmon në luftimin e anemisë. Gratë shtatzëna duhet që ta përdorin lëngun e hithrës për të parandaluar gjakderdhje dhe njëkohësisht për ta bërë fetusin më të fortë. Ajo nga ana tjetër stimulon edhe prodhimin e qumshtit në gjy gjithashtu.
Femrat të cilët të vuajnë nga artriti dhe dhimbjet e ciklit duhet ta përdorin lëngun e hithërës për të lehtësuar këto dhimbje. Është mjaft i mirë për tretjen. Pini lëng hithre në mënyrë që të parandaloni dispepsin, të vjellat, kolitin, parazitët dhe sëmundjet e traktit tretës. Ulë nivelin e kolesterolit të keq. Hithra përmban gjithashtu beta-sitosterol. Ky përbërës ndihmon në thithjen e kolesterolit të keq dhe siguron një zemër të shëndetshme. Ruan strukturën e duhur të qelizave. Hithra është e pasur me flavonoide si për shembull quercetin, i cili është edhe një antioksidant i shkëlqyer. Lëngu i hithërës nga ana tjetër ndihmon edhe në mbrojtjen e ADN-s. Parandalon diabetin dhe presionin e lartë të gjakut. Lëngu i hithërës do të ulë nivelet e sheqerit dhe të glicemisë në gjak. Ai ka veti diuretike të cilat do të ndihmojnë në mbajtjen e presionit të gjakut në nivelet e duhura. Redukton gjithashtu gjakderdhjen e brendshme. Pakson gjakderdhjen nga hunda apo dhe në zor. Lëngu i hithërës ka veti të shkëlqyera medicinale. Është perfekt për higjienën tuaj orale. Përdoreni gjithashtu lëngun e hithërës në një formë gargare në mënyrë që të pastroni gojën tuaj nga të gjitha bakteret e këqija dhe të dëmshme të cilat çojnë pikërisht në prishjen e dhëmbëve dhe sigurisht në erën e keqe të gojës. Mirëpo duhet të tregoni kujdes. Persona të cilët kanë probleme me stomakun, gratë shtatzëna dhe njëkohësisht fëmijët duhet që të konsultohen me mjekun përpara se të përdorin lëngun e hithërës si një bimë medicinale. Po ashtu jo të gjithë organizmat reagojnë në të njëjtën mënyrë. Nga ana tjetër, dhimbjet e kyçeve vijnë për shkak të sëmundjeve dhe problemeve të ndryshme shëndetësore, duke i lënë pacientët në vuajtje. Këto dhimbje munden të trajtohen me disa kura mjekësore dhe një prej tyre më të mirave është pikërisht ajo e hithërës. Kjo bimë është njëkohësisht shumë efikase në zbutjen e dhimbjeve. Ajo lufton inflamacionin tuaj në organizëm, pakson ëndjen dhe gjithashtu largon dhimbjen. Ajo lufton inflamacionin në organizëm, pakson ëndjen dhe gjithashtu një nga mënyrat më të mira për ta përdorur hithrën është çaji i saj i freskët. Për këtë çaj juve ju nevojitet një filxhan çaj me hithra të freskëta dhe 2 filxhan çaj me ujë. Mbani doreza gjatë pastrimit të hithrave dhe lajni ato me ujë të bollshëm. Më pas hidheni ato në tenxhere dhe lëreni që të marrin një val. Uleni zjarrin dhe lëreni që të ziejnë për pak kohë. Menjëherë më pas kullojeni lëngun dhe pijeni. Shtoni mjalt në qoftë se do të dëshironi. Çaj me gjethe të thata hithre. Merrni një lugë çaj me gjethe të thata hithre dhe hidheni ato në një çajnik me rreth 2 gota ujë. Fillimisht ju duhet që t'i zieni ato për të paktën 10 minuta. Pasi ta kulloni lëngun, shtoni mjalt për ta ëmbëlsuar dhe pak kanellë. Kjo do t'ju ndihmojë kundër inflamacionit. Çaji duhet pirë i ngrohtë. Ju mundet që të pini 1 deri në 2 gota në ditë për sa kohë ju ta ndjeni veten më mirë. Çaji i hithrës është tepër i fortë dhe ka një efekt të menjëhershëm në organizmin tuaj. Prandaj, ekspertët e rekomandojnë atë për shkak të vlerave dhe vitaminave dhe mineraleve që hithra përmban. Mirëpo duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar
dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.